Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi të martën se forcat ruse kanë marrë nën kontroll afro 5.000 km2 territore në Ukrainë gjatë 2025-s dhe se Moska mban plotësisht iniciativën strategjike në fushë betejë. Sipas këtyre shifrave, fitimet territoriale të Rusisë në vitin 2025 përbëjnë gati 1% të territorit total të Ukrainës, ndërkohë që Rusia kontrollon në total rreth 20% të vendit. Putin i bëri këto deklaranta në një takim me komandantët e lartë ushtarak rus në ditëlindjen e tij të 73 në pjesën veri perëndimore të Rusisë afër Shën Petersburgut. Aktualisht forcat armatosura ruse mbajnë plotësisht iniciativën strategjike. Këtë vit ne kemi çliruar afro 5.000 km2, 4.900 dhe 212 vendbanime. Forcat ukrainase po tërhiqen në të gjithë vijën e kontaktit të luftimeve, megjithse përpjekjet për rezistencë të ashpër. Ministria ruse e mbrojtjes tase janë marrë edhe 2 fshatra të tjera. Po kështu, më tej raportoi se forcat ruse kanë pushtuar edhe 2 vendbanime përgjatë vijës së frontit që sipas komandantit më të lartë Ukrainas shtrihet tashmë në një gjatësi prej 1250 kilometrash. Ndërkohë, nga ana tjetër, sulmet ruse nuk janë të suksesshme, ka theksuar ushtria ukrainase, e cila në muaj ngusht hodhi poshtë ofensivën e fundit të Rusisë duke e quajtur të pasuksesshme, pasi forcat ruse nuk kanë arritur të marrin asnjë qytet të madh Ukrainas këtë vit. Zelenski ka deklaruar se forcat ukrainase kanë bërë përparime në rajonin e Donjeckut, veçanërisht rreth qytetit Dobropilja, pranë nyjes logjistike të rëndësishme të Pokrovoskut. Ai shtoi gjithashtu se forcat ukrainase kanë rimarrë territor në rajonet kufitare të Sumit ku Rusia kishte krijuar një pikë mbështetje. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse dhe komandanti i përgjithshëm i luftës në Ukrainë deklaroi se forcat ruse po avancojnë pothuajse në të gjitha drejtimet. Ai tha gjithashtu se forcat ukrainase po përpiqen të ngadalsojnë përparimin rus, ndërsa luftimet më të ashpra janë përqendruar në Pokrovsk dhe zonat drejt Dnipropetrovskut. Më tej ai shtoi se trupat ruse po lëvizin drejt qyteteve kyçe në zonat kryesore të luftimit në rajonin e Donjeckut.